high-speed driver mode. Rrugota i Sinizet. Pare të letë kërë Tu me Kristaj Ziun, po shpalos flamurin, tu ka detajet e kanë shpalosur dhe në vitin 1912. Faleminderit Kristaj për vizitën diocezën tonë. Faleminderit shumë. Jemi të 12 për iftërinë dhe kësaj kishe në Rubik ngritën flamurin. Pas datës 28 që u ngritën vlorë për iftërinë e kishës të Rubikut, ngritën flamurin kombëtar. Dhe ne patriotët, pa dhe s'ka fe, dhe pa fe nuk ka dhe. Janë të bashkangjitura, kishtarët janë sot të gjithë bashkë. Faleminderit shumë. Dhe u lumshin duart edhe në gëzime në festat tuaja. Pra nuk ka gjë më të bukur se ne kemi feshjen e shëlbumit sot, por mbi të gjitha qëndron atë dheu, qëndron flamuri jonë, simbolika më e bukur. Kishën e Rubikut janë të gjithë, janë çavët, janë dardanët, janë pjesa e Iliritës, lugina e Preshevës, se do hapen të shpalosen të gjithë simbolet e kësaj të gjithë trevës të Shqipërisë etnike. Tarët nuk kanë dallim për punën e fesë, janë një. Faleminderit shumë. Nuk gjes, do vesh atje dhe shu. Si validit në kram këtëja.
Sot ne jemi në një vend shtresë, po përgatitna për festën e shëlbumit. Dhe ta dinë gjithë shqiptarët, por katoliket. Unë spari po e uroj për festën e shëlbumit. Jemi me Krishtash Ziun, edhe velinja ati është nga Mirdita, ta dini. Është nga Kazit, nga Kolzit, është pjesa tyre e pararësën të janë në Livadës dhe Kaçinarë. Dhe ne do t'ju themi të gjithë shqiptarët ku do të qenë në dëgjojnë. Njerëzit, këto është Vedishet dhe ne kemi një festë fetare, është Besim i Lirë. Njerëzit kur betoshin në Nugjill për një drejtësi, për diçka. Dhe për të shku në luftë betoshin në këtë flamur, apo jo, Kristaq? Kjo është flamuri gjej Kastrioti, që të gjithë shqiptarët e dinë shumë mirë në histori, që mos të hymë në histori që jemi në një ditë të shënuar në Rubik. Dhe kjo kish është ngritur flamurin në 1 dhjetor 1912-ës, pas ngritjes flamurit në Vlorë. Edhe këtu Prithërin, të kjo kish ka ngritur flamurin që të gjithë zonës i thamë, u ngrit flamurin në Vlorë do ta ngrem këtu ne te kjo kish. Dhe është një kish patriotike që të gjithë shqiptarët janë ku sot, kanë aty gjithë trevat, që Rubiku është mbushur plot, edhe festa dhe koncerti bëhet në orët e mbrëmjes, që të gjithë shqiptarët duhet festojnë sot festën e shëmbumit. Është një festë që Zoti ngrihet nga Rubiku në qiell që të shikojnë të gjithë trevat shqiptare, nga Preveza deri në Mollën e Kuqe, që të jemi një. Dhe le këtë festë ta festojmë së bashku me me simbolit kombëtare, flamurin tonë kuqizit. Falenderoj shumë. Faleminderit. Ande! Ore gjesti! Shumë e tikët valvitet anderë. Ashtu si që ke, lere.